Të dielën e 28 dhjetorit mbi 2 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë të vote janë ftuar të votojnë për herë të katërt brenda vitit. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, u ka bërë thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese më 28 dhjetor. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftoj të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëmvullnetin e tyre politik. Me këtë rast, kërkoj nga qytetarët që para se të dalin të votojnë, ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës tonë në KQZ. Gjithashtu, bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit. Drejtori i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Besnik Buzhala, tha se janë transportuar të gjitha materialet jo të ndjeshme zgjedhore. Me datën 23/12/2025 janë transportuar të gjitha kamerat regjistruese të vendvotimeve dhe qendrave komunale të numërimit. Të gjitha kamerat regjistruese tashmë janë pranuar nga Komisionet Komunale Zgjedhore dhe gjenden në qendrat komunale të numërimit. Po ashtu me datën 24 dhjetor 2025, KQZ ka realizuar transportimin e të gjitha materialeve jo të ndjeshme zgjedhore, të cilat po ashtu janë vendosur në qendrat komunale të numërimit. Materialet jo të ndjeshme të transportuara janë si në VM: 7842 kabina të votimit, 2614 kuti të votimit përfshirë edhe kapak të votimit, kapak të kutive të votimit, 59381 lica të sigurisë për kuti të votimit dhe 2652 pakot me materiale administrative që përfshihen në kuadër të këshillave të vendvotimeve të rregullta dhe të dyfishta. Po ashtu janë transportuar edhe pajisjet e teknologjisë informative për qendrat komunale të numërimit, siç janë kompjuter, fotokopit, kamera. Viti 2025 nisi me votime më 9 shkurt për Kuvendin e Kosovës, vazhdoi në Vjesht me votimin për zgjedhjet lokale të 12 tetorit dhe 9 nëntorit dhe do të mbyllet me votimin e 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpërndarë materiale zgjedhore përfshi flet votimit për në 38 komuna të Republikës së Kosovës. 24 subjekte politike me 1180 kandidat janë në garë për ulse në legjislaturën e 9 të Kuvendit të Kosovës, prej të cilave 8 janë subjekte shqiptare me 624 kandidat, ndërkaq që pjesa tjetër janë subjekte nga rrallët e komuniteteve pakisë që garojnë për 20 ulse të garantuara.